Selamu alaikum të dashur miq, ky është takimi i radhës në emisionin Dritarja e Agjëruesit. Është takim si çdo natë ku jemi drejt për drejt dhe edhe sonte do t'ju mirpresim që t'jeni pjesë e emisionit ton për t'ju drejtuar hoxhës me pyetje, ndërsa me ne sonte është hoxha Kremavdio. Mirë se vjen hoxh. Mirë se takojmë edhe kësaj radhe vjerë. Hoxh, po ikin shpejt, edhe këto ditët e mbetura të Ramazanit, të 10 të fundit, ndërkohë besimtarët përveç adhurimeve tjera, pyesin dhe mendojnë edhe për çështjen e gabimeve, për t'i tejkaluar këto dhe për t'u penduar. Por si duhet të jetë një pendim më i sinqert në këto ditë të mbetura të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahun e falenderojmë. Ditët e mbetura të Ramazanit që po ikin janë njëkohësisht ditë të mbetura të jetës sonë. Edhe ato ikin njëkohësisht. Do thotë nuk është se ditët e mbetura të Ramazanit janë diçka e tjetës, janë diçka tjetër. Por janë të gjitha ato që na kanë mbetur nga jeta dhe secili prej neve do të duhej me një qasje shumë serioze dhe të përzemërt që të pyeste veten si e kam ndërmend të shfrytëzoj këto ditë të cilat kanë mbetur. Dhe jo vetëm të Ramazanit. Unë konsideroj se Ramazani është një mundësi, është një trajnim, një stërvitje, një aftësim për të arritur atë që duhet të arrijmë, që është devotshmëria, ndërsa devotshmëria duhet të jetë dhe të mbetet shoqëruesi ynë në pjesën e mbetur të jetës. Edhe devotshmëria padyshim që është synim në vete dhe do të thoja se është rruga e vetme e cila shpihet tek Allahu fuqiplot, ose më mirë me thonë, mënyra e vetme për t'u lidhur me krijuesin, njëkohësisht edhe rruga e vetme e cila çon tek kënaqësia e tij. Devotshmëria i ka manifestimet e veta që prekin të gjitha fushat e jetës njerëzore. Kësaj prekin edhe atë pjesën e brisht të njeriut, atë pjesën e gabueshmërisë, atë pjesën e mungesës përkryerjes, që të njeriu është normale, është shoqërues i vazhdueshëm dhe do të thoja ndoshta kjo është ani pse në dukjet të parë duket si emet e njeriu, megjithatë do të thoja se për jetën e kësaj bote kjo është njëkohësisht edhe përparësi, për një arsye të thjeshtë, se ne vërtet jemi të gabueshëm. Mirë po Allah i madhruar na e kalon hapun derën e kthimit ka ai që në të vërtetë në asnjë relacion tjetër njeriu nuk e ka këtë komoditet. Edhe në rastet e afërsisë më të madhe, dashurisë më të madhe. Njerëzit ndërmjet vete gjithsesi tolerohen edhe trajtohen me mirë kuptim, me gjëra të ngjashme, mirë, po në të gjitha rrethanat ka limit. Më të dashurit që janë ndërmjet vete, kërkojnë falje, falin, ndjejnë, e kështu me radhë, një mirë për një moment edhe harxhohet ajo toleranca. Harxhohet gatishmëria, i emrin fundin. Ajo gatishmëria për të falur edhe dikur njeriu shpërthen edhe thot deri kur mo. Deri kur ti po gabone, unë edhe po kërkon falje edhe unë po të fal, ti sërish po gabone, kështu me radhë. Po flasin për njeriu. Po pra. Derisa në raport me Allahun fuqiplot kjo nuk ndodh asnjëherë. Madje le që nuk ndodh kjo vëjar, por ndodh e kundërta. Allahu i plot fuqishëm, sikur se ka ardhur në hadith kutsi, thot robi im gaboi, i u kujtua se e ka një Zot i cili edhe mund ta ndëshkoj për gabimin që e bëri, mirë po edhe mund ta fal, dhe ai rob kërkoi falje dhe unë do e fal. Robi im sërish gabon, prap e di se e ka një Zot i cili mund ta ndëshkoj dhe mund ta fal, kërkon falje, unë sërish do e fal. E kështu me radhë deri në një moment kur Allah i madhruar thotë unë do t'i them robit tim bëj çfarë të duar se të gjitha do t'i fal. Kur themi Allahu ka thonë në hadithin kutsi bëj çfarë të duar se të gjitha do t'i fal. Gjithsesi nuk duhet të keq kuptuar këtë si thirrje për të bërë gjëra të këqija, për të mëkatuar, por këtë duhet kuptuar si thirrje
për të pas gjithmonë në kujtesë mundësinë e kthimit, mundësinë e përmirësimit dhe për të mos humbur asnjëherë shpresën në këtë mundësi. Dhe kjo, sidomos tani gjatë Ramazanit, kuptohet dyshime. pak më afër mes robit dhe krijuesit? Pa dyshim që po, kur e kemi parasysh se e kemi një forcë, një armik, një quaje si duash, e cila kohë pas kohë na shtyn të gabojmë edhe të mëkatojmë. E njëjta forcë, e njëjti armik, djalli i mallkuar, mes tjera shpërpiqet që njeriu edhe në imagjinatën e vet t'i ja mbyll rrugët e kthimit ka Allahu duke e bindur se e teprove. Është po tepër ma. Ke kërku falje Zotit një herë, 2, 3, ama ju ke mërzit edhe Zotit me këtë kërkim falje. Dhe pikërisht këto vinë thirrjet hyjnore, që janë të mrekullueshme padyshim, që janë shumë përgdhelëse, të cilat ofrojnë një ngrohtësi të skajshme, aty ku Allah i madhruar i thret robërit të vet duke u thënë la taqnatu min rahmetillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut, se Allahu i fal të gjitha mëkatet. I fal të gjitha mëkatet një nga një, po i fal të gjitha mëkatet së bashku. Që i bie se Allahu i fton robërit e vet që të pendohen, që t'i kthehen, që të kërkojnë falje dhe ta shfrytëzojnë si mundësi për të falë, për të liruar nga barra e mëkateve, qoftë kur kërkojnë falje për një mëkat të caktuar, qoftë kur kërkojnë falje pak më të përgjithshme për të gjitha mëkatet që i kanë bërë. Po, dhe kjo është, si me thonë, thirrja, është joshja dhe mundësia për të shpresuar për kthimin tek Allahu. Po, nga ana e robit, si të përjetohet më shumë? Po, saqërisht tash në kohën e Ramazanit, kur ajo forca e cila në një farë mënyre përveç që është shtytse për të gabuar, ajo njëkohësisht është edhe pengesë për të kthyer, do të thonë njëta gjë është, atëherë në Ramazan ajo forcë është minimizuar. Për shkak se me ardhin e Ramazanit djajt janë prangosur, që do të thotë se veprimi dhe ndikimi i tyre ka ardhur në minimum, edhe si rrjedhoj e kësaj. Besimtarja e ka dëshirën më të madhe për të kthyer? Përveç që e ka dëshirën, e ka dhe mundësinë, është më pak i penguar, është më pak hamendje ka të kthehem apo të mos kthehem. Dhe për këtë arsye e vrejmë edhe kur e lexojmë Kur'anin e shohim se kur përmenden disa projekte jetësore, disa institucione të rëndësishme në jetën e besimtarit, sikur se është namazi, po agjerimi, zekati, haxhi, të ngjashme. Në shumicën e tyre Kur'ani na nxit, na udhëzon që sa po t'i përfundojmë veprat e mira, të kërkojmë prej Allahut falje. Do më thonë, përfundon namazi, fjala e parë që e themi pasi që japim selam, është estagfirullah, kërkojmë falje o Zot. Jo se duke u falë bëm ndonjë gjë të keqe, por për shkak se duke e falë namazin jemi afruar Allahut edhe më tepër, edhe si rrjedhoja e kësaj e kemi mundësinë të përfitojmë edhe nga falja. Pas adhurimit. Pas adhurimit i afrohemi Allahut edhe këto gjendje të mira, të mrekullueshme njerëzore, këto gjendje duhet shfrytëzuar edhe për të kërku falje, po edhe për të kërku gjëra tjera, gjithë ato cilat kemi dëshirë ti përjetojmë edhe ti arrijmë. Dhe Allah i madhruar gjithmonë, jo vetëm në Ramazan, por ja që Ramazani është bë një kohë, një sezon fushate, aktiviteti për kushtimi, më i veçantë thjesht për të kuptuar njeriu se lidhja me Allahun fuqiplot megjithatë është e mundshme, mirëmbajtja në nivelin e duhur të asaj lidhje gjithashtu është e mundshme dhe kjo nuk duhet synuar se të arrihet vetëm në Ramazan, por Ramazani është fuqizim. Ramazani është mundësi për ta përditësuar atë lidhje me manifestimet e saj, namazi, agjerimi, zekati, sadakatul fitri, bamirësitë e ndryshme, këndimi i Kur'anit, istigfari, dhikri, mbajtja e lidhjeve farefisnore, përmirësimi i vetës, luftimi i veseve të këqija dhe i shprehive të këqija, përpjekja për të arritur, për të zavendësuar pra ato me shprehi të mira e kështu me radhë. Ramazani është një mundësi e ardhë për të arrit një gjë të tillë, mirë po nuk është synim në vetvete, nuk është synimi final. Ramazani është
mundësi për të ngritur, për të trajnuar, për të aftësuar, e për të vazhduar jetën, pastaj ashtu i mirë, çfarë ke arrit të bëhesh në Ramazan. Dhe çka E njëjta pas gjë kësaj është edhe me pastaj? pendimin. E njëjta gjë është edhe me pendimin. Bujar, pendimi është mundësi e shkarkimit të barëve të tepërta, të atyre që na rëndojnë. Na rëndojnë në radhë të parë në ndërgjegje. Për arsye se po të mos ishte ndërgjegja funksionale, njeriu nuk do t'i shkonte mendja të kërkonte falje. Ndërgjegja është ajo e cila e inicon gjithë procedurën e kërkim faljes, qoftë në raportet mes njerëzve, qoftë në raportet me krijuesin e gjithësisë. Edhe si e këtill, pra rruga e kthimit edhe e përmirësimit është mundësi e shkarkimit prej barëve të atyre mëkateve. Në radhë parë e shkarkojmë ndërgjegjen, pastaj e shkarkojmë edhe bagazhin e veprave tona, nga se një ditë do të dalim para Zotit fuqiplot edhe me çdo detaj do të përballemi. E me ato që i kemi shly me kërkim falje, edhe Allahu e ka pranuar kërkim faljen tonë duke na pranuar edhe pendimin edhe duke na falur, ato pastaj kalojmë aty nuk të ndalemi më për të dhënë llogari. Pra, fitojmë edhe faljen, por edhe shlyerjen e mëkateve. Sigurisht kemi telefonues, por unë do doja të ndalim tek një mesazh, hoq, edhe ja çfarë thot shikuesi. E kam një derë të madh, thot, po kam shumë cytje për gajbin. Unë i besoj krejt çka Allahu thot, edhe për gajbin, por prap kam frikë, mos po e hidhroj Allahun me këto mendime. Pra, është Ramazan dhe ndodh dikur ballafaqohet me situata të këtilla. Po. Shef, frikërat që i kemi janë të mira dhe janë pozitive deri aty ku prodhojnë kujdes. Ndërsa aty për te i kësaj mundet me na shoqëru frika sërish deri në nivelin e nxirjes së jetës. Me u friksu prej gjanave të këtilla, derisa të na nxjihet jeta, edhe në një farë mënyrë ne në vend se me e përjetu atë iman që e kemi, ne me fillu me pa vetën si një hiç. E në këtë rast kjo është negative. Kështu që duhet kemi shumë kujdes, për arsye se edhe aty ekziston një pëshpëritje djallëzore e cila na shtyn të mendojmë në këtë mënyrë. Pra, gajbin, ne duhet ta besimin që Allah e ka kërku prej neve, që të besojmë në gajb, në të padukshmen, duhet ta trajtojmë si mirësi. Për arsye se Allahu nuk ka dashur të na ngarkojë me prezantimin e gajbit, me pamjen e gajbit, se mbasi do të trishtoheshim shumë. Për shembull, besimin ka derën Allahut fuqiplot. Hajtin sa rahat edhe sa komod jemi që nuk e dim se çka do të na ndodh nesër, mas një javë, mas një muaj, kur do të vdesim, kur eventualisht do të na vdes ndonjë i dashur, kur do të ndodh ndonjë gjë e pakëndshme kështu me radhë. Nga se ne kur ndodhin gjërat e pakëndshme, ato realisht na trishtojnë edhe na rëndojnë edhe na lkundin. Mirë po e mrekullueshmja qëndron faktin që derisa të na ndodhin ato ne nuk e bëjmë datën. Shumë është e rëndësishme kjo. E dim se do të sprovohemi, por nuk e dim me çka. Edhe nuk kemi pse. Po kjo është e mrekullueshmja pse Allahu këto gjëra i kalon të fshehura për neve. Edhe ne funit besojmë në pakon e gajbit, pa e rëndu vetën, hajtë ti marrë vesh detajet, se nëse insistojmë në deshifrimin e detajeve të gajbit, atëherë ai nuk do të ishte gajb, nëse ndonjëri prej neve arrin me i kuptu këto gjëra, nuk do të ishte gajb. Andaj mos e stërngarkoni vetën me të menduar të tepërt lidhur me lidhur me këtë gjë, me këtë problematik, por mjaftohuni me besim edhe dorëzim. Thuaj unë besoj ato çka ka thonë Zoti, amantu billahi, edhe vazhdo të preokuposh me atë që realisht duhesh me bë. Mendo të shkime e fal namazin, mendo të shkime lexu Kur'anin, shkime bë punë të mira, shkime avancu në profesionin, karrierë, shkime u bë më i sjellshëm në jetën tonë e kështu me radhë. Mirë, tani do të mirëpresim telefonuesit. Alo, telefonata e parë. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Po të në piti për në dhe një nga Po? Gjësë e të rëtë namazet vitet, që për kanët me matash në gjamia, ka një për namaz kuratës. E vazhdo a me falë, o të një qatë në shpi për me preshët namaz vitrit, apo vesh me falë namaz natër. Me lënë vitrin që shumë e imam. Kuptuam, faleminderit. Do të marrim një tjetër telefonat. Alo? Salam aleikum.
Aleikum salam. Alberti, miku i emisionit tonë. I gjitha emisioneve. Allah ju shpërblet. Mirë se erdhe, Albert. Mirë se gjej. Na përshkruaj ndjesin tënde të këtyre ditëve të mbetura të Ramazanit. Realisht, Ramazani po shkon shpejt, besa më me thonë Ramazani gjithë shkon shpejt, pavarësisht se punojmë nas, punojmë, ajo është muhabet në veti, po me gjithato duhet me punu shumë me vetën tonë, nga se Ramazani muj me qujtë është si s'pëdi që me qujtë është me bo një update tash me gjuhën e rejtash, me bo update në vetë vetën tonë. Kjo ishte ajo që po ta me thonë, po du me përshëndet Hoxhën e Krem, me thonë Allahu të dhashtë urtësi, dhashtë maturi, në udhëheqjen e Bashkësisë Islame në Mitrovic, nga se për me marrë një udhëheqje nuk është privilegj, por është edhe përgjegjësi, unë mendoj, sepse domosdoshmë je përgjegjësje i atij komuniteti ose aty në njerëzve në atë pjesës në çfarë do forme. Faleminderit shumë, Albert. Selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam. E ne do të vazhdojmë pas Albertit, mirëpresim një telefonat tjetër. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum salam. Kam një pyetje për Hoxhën. Po? Zeqatin për me dhonë, a kish bo me dhonë për do një smut që e kom tafërt? E qartë. Faleminderit. Edhe një tjetër, më falni me se e moralitin, apo është problem. Po, pa tjetër, vëlloni. Për shembull, parat që janë të kamatës, ku është mas miri me, ku është preferume për me dhonë, për shembull, parat e kamatës, që janë të shtu. A bona ato, për shembull, familjarë që ndërton WC apo për hamome, për kësi sene. E qartë. Allah është problem, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Natën e mirë. Natën e mirë, namazi vitrit. Po, është pak e komplikume edhe sido që ta japun përgjigjen. Një natë të kanë komentuar, shikuesit kanë thënë Hoxha na kanë thënë se bën t'i falim 2 vitra, pastaj kanë kërkuar sqarim se pse bën, pse dikush të bën e dikush s'bën. Po, pikrisht të deshta të thonë, pa e ditë se më kanë komentu, edhe aty ku kanë komentu... Ke qelë tem, Hoxh, pastaj. Kësha pas qef me ditë, a i Hoxha tjetër s'ka ka thonë, po menoj... Për atë arsye po them, nuk është se ajo çka do të them unë, po janë nguli gurin se vetëm kështu është. Unë e kam përmend, s'kom thonë veç me i falë 2 vitra, e kam përmend me stjera është ty të kujtohet bujar, që mund është me vazhdu edhe një rekat që me bot qift atë vitrin që falet në xhami. E arrin edhe shpërblimin e faljes me imamin derisa ta kryen, po njëkohësisht edhe nuk ja qetë vullën me vitër namazit tant natës për ta lënë hapësirën për me u falë ma vonë sërish, në mënyrë që prap vitrin me elon në fund. Por edhe menoj, nëse i falë 2 vitra zbohet nami, thjesht është sikur me përsërit një namaz, të edhin bujar, unë jam insistus që namazi i falur njëherë, namazi obligativ, nuk ka nevoj të falet për së dyti, po vitri nuk është sikur farzi, kështu që ndoshta kish bo me falë 2 herë, ose të paktën e plotëson atë vitrin e parë me një reqate dhe e bën qef. Pa keq kuptime, Hoxha, po e sqaron kështu mundësin, se si mund veprohet. Pikrisht, unë mendoj se... Nuk po thot falini 2 vitra, jo, shif... E as ka 2 vitra? Jo, ta më puna me thonë ka 2 vitra, kur s'ka, realisht, nuk ka. Mirë, po tash praktikat tona, unë namazin e vitrit në xhamin time, tash në 10 e fundit, nuk e fali me taravih, e fali me namaz të natës. Po tash nuk janë të gjithë njëjtë edhe nuk është se imamët nuk e kanë këtë gatishmëri me i ofru xhamatit maksimumin e komoditetit në aplikimin e asaj që është më e mira. Po nga njerë kemi edhe xhamat që ata se kanë gatishmërinë me ardhë edhe njerë një gjysmë natës në xhami me u falë. Edhe ata s'bën me i shpërfill. Kështu që unë mendoj se njerëzit duhet neve të na kuptojnë përgjithësi si imam të xhamive se praktikat pavarësisht që nga njëherë mund të mendojmë se ndonjë gjë është më e mirë se kjo e mira që jemi duke e bë, mirë po
ekziston një farë, si me thonë, një farë ambienti i përgjithshëm, cilin ne duhet ta respektojmë. Nuk është, si me thonë, nuk është shmangje për asaj që është praktika ma e mirë, por është aplikim i asaj që është ma e mondshmja, duke mos dalë nga korniza. Kësisoj edhe te namazi i vitrit, unë e kisha bo apel, mos e merrni ngusht këtë punë, merrni pak ma xham, posaçërisht kur kihet parasysh se jemi duke bo ibadet me një synim të caktuar, që është fitimi i kënaqësisë së Allahut fuqiplot, fitimi i shpërblimeve të tija, edhe kësisoj synimi në këtë rast e te i kalon kornizën e formalitetit. E falim 2 vitra, për shembull 2 herë vitrin, apo ja bashkangjesim në një recat vitrit pare, është një formalitet, s'po them është i parëndësishëm. Mirë po esenca e brendshmja, synimi, gjithsesi e te i kalon kornizën e formalitetit. Zekatin thot për të semur, të afërm? Para se me dhonë përgjigjen këte, pata dëshirë me falenderu Albertin për lutjen, edhe për dëshiren e cila njëkohësisht lutjet edhe dëshirat e dashamirëve tanë për neve janë mes tjerash edhe obligime edhe përgjithësi, për arsye se na këshillojnë që vërtet të jemi në nivelin e përgjithësisë, Zoti na ndihmoft me kry ashtu që Allah është i kënaqur. A bën zeqati me dhënë të sëmurit të afërm. Ban, por jo vetëm pse është i smur. Për shembull, një i afërm mundet me qenë i smut. Mirë, po ati nuk i takon zeqati pse është i smut. Ati mundet me i taku zeqati për shkak se ai me gjendjen e vet financiare nuk mundet me i mbulu shpenzimet e trajtimit ose të shërimet. Në këtë rast bën me ndihmu me zeqat. Pra, ta kemi parasysh se kur flitet për zeqatin, meritor për zeqatin janë ata që s'kanë, jo ata që janë të smut. Mundet njeriu me qenë i smut, me qenë shumë i pasur, ai vetëm e pas borxh me dhënë zeqat. Kështu që në këtë rast, nëse i smuri ka nevojë për ndihmë financiare, se nuk mundet me ia dalë vetë në trajtimin e smundjes tij. A bën na me ndihmu me zeqat? Padyshim që bën. Po a bën pse është i afërm me ndihmu? Është hala më mirë. Më mirë është me ndihmu të afërmit se sa të largëtit. Thot çka të bëjmë me paratë e kamatës? Ku me çu? Përgjigja e parë është vetëm për veti mos i nal. Se s'bën ti me u shërby me ato para, përderisa po supozoj është dashur pashmangshëm ti me i marr ato të holla. Pa dëshirën tënde, atëherë çoj dikon te ndonjë përfitim asisoj çfarë e përmendë edhe vet, apo edhe po tjetë edhe diçka tjetër, ama për veti mos i ndal. Vazhdojmë tani me telefonin vës të tjerë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është një pitje hodët me eva. Namazin e taravih se fakmi me hoxën në xhami. Po? E mos i dami për xhami është mas 12 viti nuk falet ma, veç namazi i natës falet, po? E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Vazhdojmë një tjetër telefonues. Ornone. Alo, Ornone. Alo, mirë Mbrëma. Se në janë mirë. Mirë, faleminderit ju. Po ta me abo një pytje hoxhës në rrugë. Po? Kom vrejt disa gjëma që mas, kur ti folëm taravit, mas fazit, atër e qatë e fazë që i falë, edhe jetë se lamërën të jatë dhe i bënd të spit, e 2 qatë të sunet nuk i falë heq, ta lidhet këtu në taravit, që i folëm taravit, e 2 qatë të mëndë sunet mas fazit nuk i falë heq. A është e lejushme ndërum. E qartë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Unë i kom të pytje në skabën Allah, që banë, të pytje në bëhoqër. Po, Ornone. Pytje parë është se i duhet 2 akika për djemë, edhe 2 akika për qikë. Njërë të lutëm për akik? Po, pëse duhen një prej 2 akika për
Ja, është një negativ për qikë. Pyetja e dytë, unë e kom ditë se të fa të gjë. Unë në vazhdu? Kjo telefonat ka ndërprerje. Pyetja e dytë? Si është? Kom një për disa gjallarë që a lejohet me jetu në vendet e Evropës, për shembull. Me vizitu vendet e Evropës? Jo, me jetu në vendet e Evropës. Me jetu? Po, me jetu se kom një që nuk lejohet me jetu në Gjermaninë, me i pira një pa. Mirë, faleminderit. Allah e vazhdo. Vazhdojmë me një tjetër telefonues. Alo, noni? Alo? Alo. Po, noni? Selam aleikum. Aleikum selam. A jeni mirë si jeni? Mirë, faleminderit. Jo? Një pyetje kam këtu. Netet e fundit ashtë së dash, nota a i bjet tek. Qështë logaritën a i kështë notët? E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Pra, ngjash me pyetje me çështjen e namazit vitrit. E qartësum ma herët, mos me përsërit se për ata që janë duke na përcjell përsëritja mundet me konë monotone. Duhet t'ja thot disa pas farzit e ecës, bëjnë të spi, nuk e falin sunetin dhe kalojnë tek në taravih. Është e lejume. E lejume është duke e pas parasysh se suneti i ecës, pra suneti i mram i ecës, është sunet, është namaz vullnetar, nuk është obligim. Edhe çdo gjë që nuk është obligim, është e lejume me elan, mirë po është krahas kësaj do të më thonë është më mirë me e praktiku. Në rastin tonë, në rastin e kësaj pyetje konkrete, do të ishte më së miri që ata që japin selam prej farzit, dojnë me e bo dhikrin, le ta bëjnë një dhikër të shkurtër, sa më të shkurtër, e ti kapin edhe ato 2 rekat të sunetit, para se të hynë në taravi, menoj se kjo do të ishte më e mirë. Mirë, po nëse i lanë edhe i falë, po e zonë 2 rekat të para taravis me njët të sunetit të mram të jaqis, edhe ajo është në rregull, nuk ka problem. Pra kemi të bëjmë me një diçka e cila është brenda një kornize të gjanë, që nuk kemi të bëjmë me ban edhe zban. Pse për djalë 2 akika, për vajzën 1? Kështu ka ardhur në porosit profetike, edhe nuk di, unë personalisht, pra kjo është mangësia ime, nuk di të ketë ndonjë sqarim lidhur me këtë. A është sonte nota tek? Në fakt, mire, përgjigjemi kësaj, pastaj kalojmë te çështja e Evropës. Po, sonte është nota 23. Po. Për arsye se nota në Ramazan është para ditës. Kështu që sot keshim ditën e 22, me perëndimin e diellit kemi hyrë në natën e 23, e cila pasohet nesër nga dita e 23. Kështu që sonte është natë tek. Po. A bën me jetu në Evropë? Po, me ik nga vendi yt thotë. Sikur të thonim nuk bën me jetu në Evropë, atëherë do të parashtroj pyetja e ku të jetojmë ne. Për arsye se ne jetojmë në Evropë. E para, e dyta, nuk ka kufizim gjeografik për të jetuar. Do thonë, kufizimet për me jetu nuk janë gjeografike. Kufizimet për me jetu, edhe pse nuk ka drejt për drejt kësi kufizime, por me gjithate udhëzime, nëse u themi, për të jetu, kanë të bojnë ma shumë me cilësinë e jetesës, me mënyrën e jetesës, me mundësin për të jetu dignitetshëm, për të apliku krejt atë që ti besonte, mes tjerësh për të apliku edhe fenë tone, atëherë aty ku nuk të mundësohet me besu edhe me manifestu besimin tonë, aty s'lejohet me jetu, pavarësisht është Evropa, Amerika, Azia, Afrika, çka do qoftë. Përderisa këto gjëra nuk janë të cenuara, atëherë nuk pyetet më për si me thonë, për emërtime gjeografike, a lejohet apo jo. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, noni? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për hoxhën e nderuar, edhe për juve. Faleminderit. I kam 2 pyetje për hoxhën. Po. Kur e fali namazin, më ka ndodhur kur fal namazin e ikindis, rekatën e dytë, në vend se më nejtë ulur në sejdë, jam ngrit, por në momentin që jam ngrit, kam ka nërmend për gabimin që e kum bë. A u dasht më këthy me vazhdu, a ullur, a me vazhdu rekatën e 3 me radhë. E qa? Edhe me bëm fond një sejve sejgjde. Edhe pyetja e dytë,
e kemi një bunar për rreth rrugës, asfaltit rrugës. Po është rruga, është bunari, mande është megjat e arës dikujt. A do më thajë pjesë, ka disa bunare, në aty joni njerëzve tjerë. A e kemi halal me marru i për ati bunari. Ajo tokë është e kërkuj, është 2 metra vend, s'ka ma shumë vend, ka hesin konsort. E qartë. Faleminderit. Faleminderit e juve, natën e mirë. Vazhdojmë një tjetër telefonat. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për Hoxhën. Po? Unë jam 41 dhe para 2 ditë. Po? Edhe kam marrë vesh që jam 7 dam. Kam shku e kam ba një vizitë të ginekologja, edhe më ka thamë ti fëmin pas me zhvillim dëvojshëm, edhe du të me ndërpërgjërimin. Edhe e kam ndërprej. Edhe të femeti marak bëllë dhe diqin e fundit me një nu, më desh me ndërprej se e pata frikë për shëndetin e fëmijës. Pa. E thuj Hoxhë, desh ta me pyet Hoxhën, a e kam gjëna, edhe si muj me vepru, ose për me i kompensu, se edhe kur ta lindi fëmin, e kam me gjitha, një mbjen prap mos me e kompensu për Ramazanin e ardhshëm. Po e kuptuam pyetjen. Tërësisht. Faleminderit shumë, Zoti jo pranon pagjërimin. Amin. Do të vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për ty bujarë dhe Hoxhën nderuam. Faleminderit. Pyetje nuk kam veç deshta me uru Hoxhës nderuam shnet dhe gjithat mira se sa herë është Hoxha krem në studio me të vërtet ndihna i lumtur dhe knatësi me shikue këtë Hoxhë nderuam që na ka begatu Allah i madhruar me të. E lutëm Allahun xhelavala që këto ditë mbetura të Ramazanit ta arrit të shfrytëzojmë ashtu siç në kohije si besimtar dhe ta arrim natën e 4. Allah ju nderoft, ju begatoft, e në xhenet na takoft ya Rabbi. Amin. A je ndriti? Po, Allah e vetë. Allah truj. Pani selam Hoxhës. Po Hoxha po dëgjon? Thuj Hoxhës, mos u bë thirr në iftar se ka që marra. Faleminderit. Ndrit. Në fakt e Ndriti më ka shkruar sot për të kuptuar se kush është në emision, po tash po më kujtohet që edhe si kom njoftë zonin, unë ja njofta. Është telefonues i rregullt këto net. S'kemi telefonat, do të vazhdojmë me përgjigje. Thot, nëse ngritem në rekatin e 3 pa e bërë uljen, e parë. Nëse ngritem në rekatin e 3 pa ndajtën të shehud të parë, atëherë ti e ke fillu një veprim të namazit që juridikisht ka pesh më të madhe se sa ai që e ke lanë pa bë nga harresa. Do të thonë ngritja në kamp, kijami ka vlerë më shumë se sa të shehudi i parë. Dhe kësaj disa dietar thonë se nuk ka nevojë të kthehesh ta ndërpressh atë që është rukën për diçka që është vajxhib. Kështu që do të vazhdosh, edhe në fund të gjithë këtë e rregullon, domethënë e fikson me një sehvi sejdë. Realisht një sehvi sejdë janë 2 sejdë aty realisht në fund të namazit që përmirësohet. Po. Shfrytëzimi i bunarit apo të marrë mujt. Bunari për rreth rrugës, po thotë është jashtë kufive të tokave të njerëzve. Ti bën ja vetës pyetjen, ndoshta edhe e gjen përgjigjen. Pse janë lënë ata bunare jashtë? Mbasi i kanë lënë njerëzit pikërisht për të shërbyer njerëzit, për të furnizuar me ujë atyre bunarve. Dhe nëse është kështu, mendoj se s'ka kurfar probleme funit atë. Ti the është edhe bunari jon, tash ju pse e keni lënë bunarin jashtë? Edhe në bunarin e juaj, a ju vjen keq nëse dikush merr ujë? Nëse thuj jo, atëherë besoj që edhe ata të tjerë mbase e marrin të njëjtin status.
Thot, kam kuptuar që jam shtatzën, kam ndërprej agjërimin me këshill të mjekës, a kam bërë, thot, gjuna dhe si duhet vepruar me kompenzimin, duke qenë se pastaj do t'jetë gjithëdhënë se kështu me radhë. Mos u brengos për kompenzimin një herë, për arsye se, do më thonë, shtatzania, pastaj lindja, pastaj gjithënja, e nëse vjen momenti kur duhet merresh me këtë punë, atëherë e bën pyetjen. Por a ke bërë gjuna? Jo, nëse mjekja të ka thonë se agjërimi mundet me të dëmtu ty ose frytin, atëherë edhe fetarisht është e pranuar se ti të mos agjërash. Qartë, vazhdojmë tani me telefonatat të tjera, alo? Asalamu alaikum. Aleikum salam. Bujar, se jeni mirë? Mirë, faleminderit, jo? Jo përgëzoj për punën që bëni. Faleminderit. Përshëndes edhe juve dhe hoxhën e nderuar. E pata një pyetje rreth namazit të natës dhe lutje të duave që i bëjmë ne. Për shembull, ne kem shumë lutje dua, dëshira që nuk mund të t'i themi. Edhe do të thotë, Allah thotë, më lut me mua dhe unë ju përgjigjem. E tash është pyetja, duhet me bën ngull me një lutje, apo në përgjithësi ato që i themi, apo në pranojnë ato që si themi i kemi në zemrën dhe mendje. E qartë. Allah i shpërblet, selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Agjërim të lehtë dhe të pranuar. Amin, faleminderit. Një pyetje shumë e bukur, do të vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum për juve, Bujarë dhe hoxhën e nderuar. Aleikum selam. Dishta me po një pyetje hoxhës, është personale, është ajo që për shembull kur më ndodh nëse janë shkalosh pa marrë parasysh shembull për njerëzve të afërm që nuk kuptojnë, ose prej njerëzve që i kanë më të lartë dhe që e njën dritën atë shpesë që i drejtosh Allahut madhërisëm me lutjet edhe me lotë mësi, atëherë si shpjegohet kjo, është që e mirë, edhe është që e mirë, po që i ndërun kur shumë ki qepë me ndëgju, tanë ditën kam qepë me ndëgju të shumë Kris TV, ose të ndëgjoj të leximin e Kuranit, edhe që nuk ka mundësi të falem për shkak të gjendjes në sporë. Pra, nuk mundesh. Në përjashtim se në gjendje të shtrim mundë, me i thamë ato do, zakonisht të studohen, edhe kur i valajnë do që unë vetë i di për mensh. Mirë po, e kam një dëshirë flak që të ndëgjoj të ditën për fejnë muslimane, për pejgamberin e muslimane. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Falni, ka mundësi t'ja bëj një pyetje hoxhës? Po? Ashtu, unë jam nga Presheva, jam nëna e 2 fëmijëve, jam ndoshta jashtë temës, po kam një hall. Po? Se ka mundësi më përgjigj hoxha. Burri jam është i adaptuar. Po? Edhe, do më thonë 7 vjetë martesë kemi, edhe ende nuk e den. Mirë po unë e di, kam dëgju prej familjarëve që nuk është mija e këti vjerive që e kanë në rritë, a kam gjuna që si tregoj burrit. Vetëm ke dua të di. Edhe burri nuk e den. Faleminderit. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Pas kësaj telefonate dashurmiq, ne tani do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer dashurmiq për të vazhduar tutje me emisionin Dritari i Agjëruesit me Hoxhën Ekrem jemi në këtë emision, pra jemi drejt për drejt dhe do të mirëpresim edhe më tej telefonatat tuaja. E telefonuesi tjetër po inkuadrohet me një herë, alo? Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma.
Në deshta hujgjës në pyetje. Po. Për pastrimin e agjerimet, sa po do të një vëmë të qëtë me ti. Falenderit. Falenderit të juve natën mirë. Natën e mirë. Telefonata e radhës. Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allah ju shpërblet për punën. Amin edhe juve. Pyetja ime është lidhur me zeqatin. Për shembull, nëse është pagu zeqati për një shumë caktuar, po e zon për 2000 euro. Sa për shembull. Edhe nëse ai zeqati është pagu vitin e kaluar, po mëndaj për atë shumë. Tash në ndërkohë për vitit kaluar 1000 euro janë harxhu, edhe tash kanë met prej vitit kaluar 1000 euro. Nëse në ndërkohë janë që janë harxhu edhe prap 2000 janë bo. Tash a paguhet zeqati për këtë 1000 e fundit apo prap edhe për atë 1000 që ka met prej vitit kaluar? E qartë. Faleminderit. Selamu alaikum. Aleikum selam. Vazhdojmë një tjetër telefonues. Selamu alaikum. Aleikum selam. Ishte me pytë hoxhin që se ka mundësi në pytë. Pa tjetër, urnoni. Për një atësit, për shemë atajnë të falë, dhe më namazin e taravide, na mujna mu kish me qatë njetë me falë namazin e atësit që nga më një pak ma mund. Na me imam me falë një atësit. Pasë. E qartë. Allah shpërblet, selam aleikum. Amin edhe juve, aleikum selam. Marim një tjetër telefonues tani, alo? Alo? Po? Imroma, ju përshëndet Tarita Mitrovica? Po, mirë se vinë në emision. Po të mja bo një pytje hoqës? Cila është? Qa është mirë me bo për të vdekur? Shemë boba jam që më ka dekë që një vjetë së kësha posë dëshim qa është mirë, qa është se bo për to. E qartë. Natën e mirë, Allah ju shpërblet. Natën e mirë, amin edhe ju. Tani do t'ju kthemi përgjigjeve, kemi pyetje nga pjesa e parë e misionit. Thot, çështja e duave. Po. Kemi shumë lutje, thot, por atë insistojmë në njërën dhe të themi dhe t'i përfshim të gjitha, apo si? Po, një vend pyetje interesante. Lutja është prej veprimeve më madhështore, prej ibadeteve më interesante, më të mira. Po njëkohësisht që është edhe më të letat. Për arsye se është lehtë me shpreh, lutja në vetvete përçon një mesazh interesant për shkak se ne kur i lutemi Zotit e pranojmë pa aftësinë tonë, e pranojmë gjithë fuqinë e Allahut fuqiplot, edhe e pranojmë se ne jemi robërit që kemi nevojë për te dhe i lutemi, i përgjërohemi edhe sa më tepër të përulemi para madhnisë ti, aq më cilësore do të jetë lutja jonë. E tash ne kemi shumë dëshira, kemi shumë nevoja, shumë kërkesa. A të mirëmi me të gjitha ato, apo të përqëndrojme të 1, 2, 3. Varet që shë vlerësojmë ne, se sigurisht se kemi edhe listë të prioriteteve, që i kemi rëndit nevojat tona si mas rëndësisë. Edhe nëse ka diçka që është më emergjente, edhe na rëndon më tepër, do një hall, do një brengë, kështu me radhë, në njëherë preokupimi ynë kryesisht është ajo punë dhe lutemi që Allah të na e largojë atë. Ose kemi ndonjë nevojë të veçantë, prap përqendrimi jonë mund të jetë tek ajo. Përndryshe, në kohën tjetër, sidomos gjatë namazit të natës, në sejdë, në mes recateve, para syfyrit, para iftarit, do të thonë kemi kohë të mjaftueshme për të bërë lutje të shumta. Realisht, me të thonë Zoti, robi jam i ki 5 minuta, lutu çka të dush, mendoj që për 5 minuta mundëm me i kërku një 100 sene. Për arsye se 5 minuta janë 300 sekonda, do të thonë çdo kërkesë më na i marr 3 sekonda, i bëjmë 100 kërkesa dhe kjo te Allahu kur nuk bëhet tepër. Pra, Omeri ka thonë, unë nuk e bartë brengën e përgjigjes nga ana e Allahut, e bartë brengën e lutjes nga ana ime. Apo e bëj lutjen. Po, apo e bëj mirë, apo e bëj si duhet. Kështu që nga njëherë një lutje është e mjaftueshme edhe nëse lutemi 100 herë për të njëjtën gjë, dhe Allahu na përgjigjet vetëm një herë,
se ajo është kërkesa jonë realisht. Unë mendoj se gjitha ato 99 tjerat nuk shkojnë poshtë. Allahu mbase do të na i kompenzoj me përgjigje tjera, me ofrimin e gjonave tjera cilat na duhen, nga se Allahu nuk është se vetëm i dëgjon zërat tona dhe përshpëritjet tona derisa lutemi, por Allahu i di edhe kërkesat që i kemi në zemra, pra edhe ato lutjet e pashprehuna Allahu i di. Edhe ato ka mundësi të realizoj, por nga njerë Allahu thonë disa e vonon përgjigjen, jo për diçka tjetër, po për shkak se ka dëshirë të dëgjoj zërin ton edhe ka dëshirë të dëgjoj përshpërimin ton në kërkesën e gjërave që na duhen. Po. Telefonuesja tjetër, duket se është e sprovuar me shëndet, thot kur ndjehemi anashkaluar, si të veproj, si të lutem. Lutu, shif, Allahu i madhruar i sheh të gjithë dhe i sheh të gjitha gjërat. Allahu e ka zotësinë vetë për mbi neve të gjithëve dhe posedon gjithçka, ai mund të na ofroj atë që na duhet. Kështu që lutu atë që zemra jote e ndin si kërkesë. Thot më pëlqen të dëgjoj shumë ligjërata, Kur'an, e kështu me radhë, nuk falem thot për shkak të gjendjes që kam. Është gjë e mirë të dëgjosh Kur'an dhe ligjërata, por nuk është gjë e mirë të mos falësh. Pavarësisht gjendjes, për arsye se namazin në situata dhe në gjendje të veçanta mund ta kryesh edhe në gjendje të veçanta, për shembull, ulur, shtrit e të ngjashme. Vazhdim tutje, thot burri thot është i adaptuar dhe nuk e din, unë e di, a kam gjëna që nuk po i tregoj? Pyetja ime për ty është nëse burri yt është duke na dëgjuar tani, çfarë ta merr mendja? A e morr vesh se është i adaptuar? Po mendoj nuk trajtohet kjo temë kështu kaq publikisht. Nuk po du me thonë e ki gjën apo, nuk pesho edhe arsyene pse mos me i tregu. Nëse ata familjarët ose pseudo familjarët e ti kanë pas besim ty me të tregu se ky burri jot valla nuk është i joni, veç na e kena rrit, pse mos me i tregu edhe ati te funit. Po e kuptoj pse me mbajt një informacion kaq të rëndësishëm, pse me mbajt më sheft. Duke qenë se kemi të bëjmë me një person i cili tash është burr, nuk është fëmijë. Te fëmijët mundet me pas në indikim ma të veçante dhe me rujtet brishtësinë e tyne, mirë, po tash, a është burr, babi fëmijëve, edhe prapë po them, nëse është duke na dëgju, ai tash tani ma e morr vesh se qenë ka i adaptu. Pastrimi i agjërimit, thot. Që është sadakatul fitri. Dhe më thonë, vlera e sadakatul fitrit, si vjetë është caktuar nga Bashkia Islame, në 3 nivele, 3, 5 edhe 10 euro. 3 euro, 5 euro, 10 euro. Zekatin, thot, nëse kemi pagu një shumë, pastaj është shtuar tjetra? Zekatin duhet kuptu kështu. Zekatin nuk është që paguhet vetëm një herë për të njëjtën pasuni, por çdo vit paguhet për atë pasuni që e ke. Shembulli i 1.000 dhe i 2.000 është jo adekuat për shkak se megjithatë është një gjatë që quhet nisab, edhe është një vlerë e caktuar që duhet të arrihet për të bërë obligim zekati, ajo vlerë si vjet është dikun afër 7.500 euro. Kështu që me 2.000 euro nuk hin në kombinim kurqysh. E morë si shembull, shifrën pastaj po ta nënkuptuar vetë. Themi 20.000 euro. Edhe vitin e kalum ti ke pagu zeqat për 20.000 euro. Pastaj ndërkohë 10.000 euro i ke harxhu, i ke bleni vetur ose ke bën investim në shtëpi, të kanë me 10.000. Masani me kalimin e kohës prapë në shtuje më bën 20.000. Për sa me pagu si vjet zeqat? Për gjendjen aktuale. Për të gjitha, për gjendjen aktuale. A bën thot me fal namazin e yatsis, derisa imami po e fal teravin, pra me niyetin e yatsis? Po, unë konsideroj se ban. Thot çka me bë për të vdekurit? Për të vdekurin mund të bëjmë shumë gjana. Një më e thjeshta, po njëkohësisht edhe më e rëndësishmja, edhe mendoj se më e mira është që të lutemi për te. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend se një prej 3 rrugëve ka i shkojnë të vdekurit shpërblimet edhe pas vdekjes është kur fëmiu i mirë, i edukum, i udhëzum lutet për te. Edhe këtë mundësi, derisa e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne nuk duhet ta shpërfillim. Nuk duhet të mendojmë se është pak. Për te asaj mundesh me dhënë sadaka, mundesh me ngrit një diçka të dobisë së përgjithshme në emër të prindit të vdekur, e kështu me radhë, ajo pastaj determinohet prej mundësive materiale. Do të marrim telefonata, por paraprakisht do të lexojmë një mesazh, kanë paraqitur një dert, thotë selam aleikum për hoxhën dhe krejt juve, aleikum selam.
Desha të shprej një problem është që një kohë gjatë kemi probleme familjare. Kanë qenë probleme që kanë fillu që pak vite dhe si pasoj e kësaj unë kam rënë në ankth, po ashtu dhe të tjerët familjar s'ndihen mirë. Problemi vazhdon njëjtë dhe edhe pse unë një kohë kam dalë edhe jashtë shtëpisë sepse shkoj ke puna duke u bërë keq. Kishëm shumë fjalosje dhe ka ndodhur diçka më e rëndë me motrën time që ka qenë arsyeja e largimit tim nga shtëpia. Nuk kam dashur të kthehem në shtëpi sepse më është bërë psikikisht e tepërt, por prindi im prej kësaj pse jam larguar dhe patjetër e ka hallin më shumë të tjerë që ka mendojnë është sëmur dhe merr kokra për tension dhe zemër. Problemi është te motrat e mia kam tentu me bo mirë, por s'kam arrit, vazhdojnë të më bëjnë të ndihem keq me fjalë dhe vepra dhe injorime. Po ashtu edhe nëna ime i njëjtë vepron. Patjetër thot që zemra ime s'mundet me undi mirë për shkak të këtij problemi. Ajo që më shqetëson më së shumti është prindi im dhe ankthi dhe më bën të ndihem keq. Kohëve të fundit veç du me nejt sa më larg tyre. Zemra ime i do shumë, ama janë shumë të rënda fjalët që mundojnë psikikisht dhe po ashtu ankthi gjithnjë më bën të mendoj keq e më keq. Unë fali namaz dhe bëj seanca psikologjike. Ajo që deshta me pyet hoxhën është se a e kam gjuna nëse rri larg tyre, nëse i injoroj për shkak se po ndihem kështu. A je motër a vlla se ka rëndësi besoj? Nuk ka shpreh në këtë rast. Motrat i ka përmend, por nuk ka tregu për kështë fjala. Nëse një vajzë ka dalë nga shtëpia, edhe mund tjetë pa përkujdesje, pa martuar, e kështu me radhë, atëherë ai babi i saj për një mend pas ka arsye që përdor edhe terapi për tension edhe për zemër edhe për ato, se është shqetësim shumë i madh me dalë vajza nga shtëpia. Nëse je djalë, nëse je, domethënë, mashkull, realiteti është pak më ndryshe. Sipas gjitha gjasave, po themi, motër, atëherë unë mendoj se situatat e pakëndshme që krijohen në shtëpi, do të më gjetë zgjidhje, nuk është arsye ikja edhe arratisja nga shtëpia. S'muj me thonë diçka më shumë. Po. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo? Aleikum. Aleikum salam. Kam një pyetje për hoxhën. Po. Për akika, do të pa tjetër mu prej kurbani, apo mund të edhe mu vëru për shembull paraot në vlerën e atij kurbani? E qartë. Shumë që t'jesh për lehtë. Telefonata tjetër, alo? Alo, noni? Alo? Po? Kam një pyetje për hoxhën? Po, cila është pyetja juaj? Kam një qikë të vëllavët, është në moshën 70 vjeçare, burri ka vdek, ka pas një qikë dhe qika e ka vdek, e nuk është në gjendje as me punu as kërgja e vitra, a i takojnë, mi adhonë, Çfarë moshe? Nuk i takojnë. 70 vjeç. Mirë, faleminderit. Mirë, presim një tjetër telefonat, alo? Alo, më mbrëma. Mirë mbrëma. Alo. Po? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma. Jeni inkuadruar në emision, ju lutem, cila është pyetja? Ne kam një pyetje për hoxhën. Po? E kam nënën të plot. Po? Në Ramazani për me ja bë pagesën. E kam një nënë plot. Po të lutem, largohu prej televizorit, na dëgjoj vetëm përmes telefonit, se kështu e shes si përsëriten fjalët. Largë për televizorit. Po mos na dëgjoj pra përmes televizorit. Nëna është e vjetër dhe po thumë me pagu Ramazanin, apo? Po, me bë pagesën për një çik dvallë vetë është plaka jo, nuk ka askon. A mu një pagu asana, ose vata një pagu e. E qartë. Mirë, faleminderit. Kalojmë tek telefonata e radhës. Selam aleikum. Për ty edhe selam. për hoxhën e nderuar bujar. Faleminderit. Unë e kam veç një pyetje, e kam fëmin e vllaut jetima janë.
jena jashtë shtetit, unë veç po du me ditë a më takon me ja u dhonë vitrat këtyne. I kam fëmijë vllavë të kloshkës, nuk i kam punë shumë të keq, po veç po du me ditë, a është e drejtë. E qartë. Faleminderit. Selam aleikum, Zoti ju ruaj, ju shpërblet. Amin edhe juve, faleminderit për telefonatën. Thot, është kusht të prehet akika, të prehet kurbani, apo bën edhe para tjepën? Jo, nëse don me apliku akika, do të me prej kurban. Nëse don me dhonë sadaka, je para. Tash ti koncentrohesh e don mendën çka po don me bë. Nëse don me apliku, do më thonë sunetin e akikës, atëherë patjetër do të me prej kurban. Po menoj patjetër në kuptimin se akika nuk ka patjetër. Është sunet, mirë, por nëse don akika, atëherë kurban, ndryshe s'bëhet. Vajza e vllajt, thot vitrat Tri pyetjet interesant, tri pyetjet e radhës nëse e vrejtë vujare janë me fëmijët vllaznive edhe me vitra. Na bën me udhon vitrat. Pyetja e tretë ishte i kanë fëmijët e vllat, thot jetima, nuk i kanë punë atë shkeq, a bën me udhon vitrat. Veç një gjë duhet ta kuptojmë fillimisht para se me dhon përgjigje. Vitrat jepen për ata që i kanë ekstrem keq punë. Ata që nuk i kanë qaq keq vitrat, bo aki edhe vetë e kanë obligim me dhonë vitra. Kush i ka punë të keq, ose ekstrem keq. Ai i cili në ditën e Bajramit ose në ditët vijuese të Ramazanit nuk ka çka me hangër. Do thonë varfëri ekstreme, që aty në do të mja dhonë vitrat. Ata tjerë që për shembull kanë çka me hangër edhe kanë të hyra e kështu me radhë, po ndoshta mund të mos u mjaftojnë me shpenzimet që kanë, aty në do të mjë ndihmu me zeqat ose me ndihmesa tjetra, po jo me vitra. Dhe një qasje edhe për të gjitha. Shpagim. Edhe shpagimi, po e njëjta gjë është edhe shpagimi. E tash, a ban fëmijëve të vllaut? Ban. Vetëm asaj linjes vertikale, fëmijëve tu edhe prindve tu s'ban me ia dhon, përndryshe si të shtrihet horizontalisht, ban me ia dhon, po me kusht që vitrat edhe shpagimi janë për ata që janë ekstrem të varfën. Qartë. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? I telefonat, lexojmë një mesazh. Thotë, kam gjuna që si thirrit e afërmit e burrit, i kam thirr më parë, po ma kanë lënë iftarin e përgatitur, s'kan ardhur. Mos me e thirr këdo, nuk është gjuna. Për arsye se me e thirr nuk është farz, se lënia e farzit, lënia e obligimit është gjuna. Po me i thirr njerëzit është mirësi. Lënia e mirësisë nuk është gjuna, po thjesht e ke praktikis një mirësi. Nëse njëherë të kanë lënë iftarin gati edhe s'kan ardhur, ndoshta kanë pas arsye, a nëse kanë thonë pa arsye, jo, na nuk vim të ju me hongër bukën, atër mos i thirr, normal. Po nëse pa arsye, nëse me arsye s'kan ardhur, ne nuk do të mbajmë thash qëndrim edhe hidhrim edhe themi nuk i thras më për shkak se njëherë nuk kanë ardhur. Po thotë, a mund të marrë injeksion gjatë agjërimit? Po. Injeksion për qetësim dhimbjeve e të ngjashme mund të marrim. Injeksion me përmbajtje ushqyese nuk ban me marrë se e prish. Nëse nuk ka përmbajtje ushqyese, nuk ka rëndësi a merret në, domethënë, në muskull apo në vena, nuk e prish. Qartë, vazhdojmë tani me një tjetër telefonat. Alo? Alo, noni. Për vitrat. Jeni inkuadru në emision? Selam aleikum. Aleikum salam. E kam një pyetje për hoxhën. Po. Për cilin ditë, natën e Bajramit ose Ramazan me dhon vitrat? Po. Kam një pyetje për hoxhën. Isharim. Po, faleminderit. Vazhdojmë me një tjetër telefonues. Po, selam aleikum. Aleikum salam. E kam një pyetje për hoxhën. Po. Jena të planifiku me fillu ndërtimin e një shtëpi, drejt. Po. Edhe dësha me vetë, a ka dishta prej sunetit që duhet mu praktiku me fillimin e ndërtimit shtëpi. E qartë. Për shembull me prej diçka, me bondoj. E qartë. Sa do të jep për të diçka. Mirë, faleminderit për telefonatën. Vazhdojmë me një tjetër telefonues. Alo? Alo? Po? Alo? Po, noni. Selam aleikum. Kam një pyetje. Po, cila është pyetja? Zekatën për shembull, a bën me dhënë për blemjen e xhamisë ose
për shembull ja dhon një familje katolike, se kanë vafni ekstreme. Veç të testamentit. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. E marrim edhe telefonatën e fundit. Alo? Alo? Por, noni? Dashta me ja bëj pyetje Hoxhës. Cila është pyetja juaj? Dashta me ja bëj pyetje Hoxhës, tash për prend që kam 10 vdekur. A bën edhe njerët lutem? Prindrit e vdekon, po? Po, dashta me ja bëj pyetje, tash qa muna me bë për ta, qka është me mira me bë është, me dhënë sadaka, me qilë punare, me dhënë qka të shto për shkirësyn e diçka. E qartë, falinderit. Edhe kanë dikë 2 të ndurët e mija, qëto kanë që bu, se nona si baba, kanë e për shpirtin kështu, jem kom vetë, kështu kur jenë dikë. Allah im shiroft. Amin, inshallah. Falinderit shumë për këtë telefonat. Im ka drojmë edhe telefonusin e fundit. Alo? Apo mbaruan telefonatat, mirë. Thëtë kur me i dhonë mësë miri vitrat? Vitrat, realisht mësë miri është me i dhonë sa ma vonë para bajramit, që i bije 1 apo 2 net para bajramit. Mirë po përshkak se njerëzit kanë angazhime dhe jeta ka një dinamik nga njëherë nuk u bëhet të gjithve e mundun që në atë kohë, edhe nëse i jep pak më herët nuk ka problem, mirë po limiti i fundit është koha e faljes së namazit të bajramit. Ma vonë nuk ban. Po e nisim shtëpin e re, thot, a ka diçka prej sunetit që duhet vepruar para prakisht? Jo, prej sunetit të paktën unë nuk di të ketë diçka që duhet vepru si shej e fillimit të mbarë të ndërtimit të shtëpisë, mirë po mund tjetë prej mirësis juj të lutni Allah në fuqiplot që t'ju jep begati, mirësi edhe t'u ecë mbarë. Nuk ka nevoj të prehet diçka ato praktikat e prerjes e derdhjes e gjakut të kafshës në themelet e shtëpisë, ato e në praktika jo islame, janë të rrezikshme shumë, kështu që nuk ban asnjë mënyrë me i praktiku. E në shenjë falënderimin dhe Allah që ja u ka mundësu me ndërtu shtëpinë, ban t'jep një sadaka, mbi të gjitha ban që aty në punëtorëve që vinë me ekzekutu punimet, të ofroni ushqim, të ofroni pije, çaj, kafe, të ngjashme, që derisa janë duke punu në shtëpinë e ju, i bilet të paktën të bani një mirësi për ta. Thët zekatin a bën me dhënë për blerjen e xhamisë? Sipas mendimit cilin unë mendoj se është mendim i qelluar, mendoj se xhamia nuk blehet me zekat. Xhamia blehet me kontribute si me thonë, ma të nivelit të ngritun se sa zekati. Njëtë si kur me thonë, për shembull, unë i kam 50.000 euro, po du me e ble një shtëpi, e tash të ndali zekatin, mos të jepi një 3-4 vjetë derisa ti të boj paret, nuk ban. Zekatin ndosh me dhanë, se zekati është pagesë shumë simbolike. Kështu që ata djetarët thonë se nuk jipet zekati për blerje ose për ndërtim të xhamisë. Apo me edhon thot një familje të varfër? Familjes katolike ose familje jo muslimane të varfër, unë mendoj se ban. Mendoj se ban. Për arsye se është varfria arsyeja e dhënies e jo besime. Për prindrit e vdekur, thot... E thamë edhe më herët, lutja është gjëja më e mirë, po mund t'jepni edhe sadaka në emën tyne, edhe veprimet që lidhen me këte. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi bujar si zakonisht, faleminderit edhe ty. Dashur miq, kështu po e përmbyllim takimin e sotëm. Faleminderit shumë që na ndoqët. Takohemi inshallah nesër. Selam aleikum.